Çfarë ligji ka shkelur gjykata që e mori atë të pandehur dhe e akuzon për hajdutlëk? Cili ligji ka shkelur? Se unë nuk e di, nuk jam jurist, po sipas Ramës ka ndërhyrë në kompetencat e ekzekutivit, të qeverisë, se emëron dhe shkarkon qeveria ministrat, nuk i shkarkon gjykata, po themi. Gjykata nuk e ka shkarkuar, e ka pezulluar nga detyra dhe ishte drejt e tyre. Gjykata dhe mund të arrestoj, sepse ka vjedhur. Gjykata e ka të tëra kompetencat kushtetuese se ka vjedhur. Tani, ai që thot ndërhyn në kompetencat e ekzekutivit, i keq më vjen, i dashur Pallosh, i dashur Qelbësir, keq më vjen që ty të ka dal nga gardi drejtësia dhe po vepron si duhet veproj drejtësia, se ai është mësuar që deri tani të ketë dhe se i ka marrë qelsat e hipotekës, i ka marrë qelsat e ekonomisë, i ka të tëra, gjithë shka që bën, tani drejtësia mori një urdhër për të treguar vendin asaj zonjës, për të treguar dhe këtij, se ky e di se që pret, pas asaj. Ky e di që pas asaj do vej ky në SPAK dhe në gjykatën dhe në BKH, edhe do vej ky në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar. Do vej ky, Pallosh i gjatë, ka mbaruar ajo punë. Ai pret tani të shtyjë ditët. Dhe pas ka deklaruar dhe pas që nga njoftuar që do shkoj dhe në gjykatën evropiane për marrëveshjen e detit. Deri këtu kanë arritur more. Po ku janë mor shqiptarët? Po ku jeni mor shqiptarët që keni vdekur edhe e jeni të pambuluar? Si do ta lejoni këtë palacio që të vitë na t'ja jap detit, t'ja jap me duart të ti asaj Greqisë? Se s'bën vaki që të paditjet një palë të shkojnë të dy palët e paditur, me paditës vjen me çantën dorë dhe të zgjidhin problemin në gjykatën e Evropës. Se cila Evropë? Te ajo Evropë që na ka ta ndisi kokoshin një fel, nga 90.000 kilometra na ka ta ndisi 28.000. Tek ajo Evropë do shkojnë, jo zotëri, nuk do shkojnë atje. Dhe nuk do shkosh ti Pallosh i gjatë atje, se do të tregojnë vendin ashtu siç duhet pastaj. Do vim me kuçe me mas do ngrihemi e do të zëfrymë atje në kryeministri. Palacio burr. Qartë, po duke marrë parasysh edhe precedenti rastin e Erion Veliaj, zotit Veliaj, mendon që gjykata kushtetuese do t'i japi të drejtë qeverisë apo gjykatës posaçme, SPAK-ut, në rastin e Ballukut? Edhe ai vendimi i gjykatës kushtetuese për Erion Velin ishte njëherë që nuk është vendim tamam si duhet jetë një gjykatë kushtetuese, po megjithatë ata thjesht i bën qefin këtij se ka dhe ky njerëzit e tij, ka dhe Soros i njerëzit e tij në gjykatë kushtetuese. Dhe ata kanë bërë një gabim të jashtëzakonshëm që edhe në burg ai dhe do ushtroi detyrën. Por këto paradokset këtu nuk kanë fund. Nuk kanë fund paradokset në Shqipëri. Si më thua mua ti do vazhdoj detyrën duke qenë i arrestuar, duke qenë në burg? Si të kuptojmë këtë. Këtë mënyrë ushtrimi i drejtësie nuk e kuptojmë dot, dhe na gjejnë ligjin ku e kanë mbështetur. Por zotërisht i arrestuar për vjedhje të dokumentuar. Pse si shpallin? Pse nuk i nxjerrin këta hajdut të tjerë të zakonshëm, siç bëjnë për Erion Velin? Jo, janë banda e hajdutëve që qeverisin në Shqipëri. Janë banda e hajdutëve, e gangsterëve, e palacove. Ata po qeverisin sot Shqipërinë. Për fat të tonë të zi, që nuk ngrihemi dhe që nuk bëhemi gati që të vemi të tregojmë vendin. Unë i kërkoj ndihmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadës amerikane, urgjentisht të ndërhyjnë dhe të vendosin drejtësi. SPAK-un e ka ngritur ata, SPAK-un e paguajnë ata, japin urdhër që SPAK-u t'i arrestoj, pa deciden për pjeta i se do t'arrestoj. T'i vën hekur ata saj zonjës, të vej atje ku ka vendin ajo, dhe të protestoj tër ditën ai, dhe t'i bjerë të në qesë. Si do t'i bjerë, po të vej në burg vet ai. Jemi në një rast shumë delikat. Jemi në rastin e humbjes së pavarësisë së plot, se pavarësinë e kemi humbur, po tani e kemi plotësisht të humbur pavarësinë, me këtë klik kujslinge që është këtu në Shqipëri, që drejton. A mendon që drejtësia e SPAK-ut po fillon të funksionojë realisht? Po, patjetër. Dhe kur filloi të funksionojë dhe SPAK-u, i famshmi SPAK, filloi të funksionojë kur erdhi një emisari amerikan këtu, ditën e hënë të kaluar, sot një javë. Dhe u tregoi vendi dhe u dha urdhër, do zbatoni ligjin. Nuk u thaj bëni atë, bëni këtë. Zbatoni ligjin thjesht. Po këta dhe ligjin e zbatojnë përgjithësisht. E lënë në mes sepse na ndërhyj kanë të kompetencat e ekzekutivit. Zotëri ekzekutivi nuk është i paprekshëm.
Po vodi do shkoj në vend, do shkoj të vendi. Kanë vjedhur, janë kapur me pres në dorë, po vjedhin. Qartë. Po, një çështje ka këtu, që Spaku duhet na e sqarojnë. Ato 50 milion euro, ku kanë shkuar? Nuk është pyetje për ju, sigurisht, po them që drejtësia duhet bëj edhe zbardhjen e transaksionit parave, jo thjesht të konstatoj vjedhjen edhe të burgos apo të marrë masa sigurie ndaj funksionarëve, por edhe të tregoj se ku kanë shkuar parat. Jo, masat e sigurisë duhet të merren se s'bën, sepse ata tjetërsojnë provat, intimidojnë dëshmitarët, bëjnë presion nga më të poshtrat që mund të bëjnë këta banditë që kanë pushtetin dorë këta. Kështu që drejtësia duhet të arrestojë atë zonjën, ta fusi brenda në qeli dhe ajo të filloj të ciceroj si ciceroi dhe Erion Veliaj. Prandaj është e vonuar për të arrestuar për t'i vënë hekurat. Është e vonuar dhe cilët përpjetaj të cënua ekzekutivi. Pse? Do me dhe ky... Dëgjoj zotri, se po shkojmë në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme. Pra, ekzekutivi pas ka të drejtë që të vjedhë, të vrasë, të presë, të bëjë çfarë doj dhe nuk u prek ka nga drejtësia sepse na cënohet ekzekutivi. Që janë këto, që shkjo logjik, mor. Qartë. Ka një në kushtetutën shqiptare shkruhet kështu. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Ose e thënë ndryshe në sa gjykata që e kemi parë, thënë ligji ishte e barabartë për të gjithë. Tani si të duash merre, por kush kemi barazi para ligjit? Pse kanë privilegje këta? Kush janë këta? Pas kanë privilegje që të vjedhin? Pas kanë privilegje që të shesin trullin shqiptar? Pas kanë privilegje që të vënë konsulatën greke në Gjirokastër të pengojnë ndërtimin e memorialit të Hormovës, janë vrarë 217 burra në 1917-ën? Pas kanë privilegje që të japin të drejtë Grekut të jetë komandant në shtëpinë tonë, në Shqipërinë tonë dhe ne të rrim si i maçi pas poçës në vendin tonë, në atë vend tonë. Jo mor zotri, nuk është ky ekzekutivi dhe nuk është kjo e drejta. Të zbatohet ligji neni kushtetues, të gjithë të barabartë para ligjit. Ka vjedhur ajo zonja Matahari dhe ajo është një spiune e agenturës greke, ta din të tërë, është thënë, është togere e ipit grek, Ethniki Piresia Pliroponion, pra shërbimi informativ kombëtar grek, dhe ajo duhet urgjentisht të arrestohet, urgjentisht, ose kuptoj pse lënë të lirë, dhe ka kurajon ajo, dhe vete i bën shantazh kryeministrit, krye hajdutit, se bashkë kanë vjedhur, po ajo atë guxime dhe atë kurajo ka nga që kanë vjedhur bashkë. Qartë. Mirë, unë dua të flasim pak edhe për opozitën dhe faktin që kreu i opozitës, zoti Sali Berisha... Jo, s'ke opozitë, të lutem, nuk ka opozit. Është kryetar i CDI-s në Brazil, i kësaj organizatës partive të qendrës së djathtë, po themi, ose të qendrës centriste. Dhe është bërë edhe një raport për Shqipërinë nga kjo mbledhje, ku është dënuar patjetër sipas Berishës dhe sipas këtij raporti, ajo se çfarë po ndodh këtu, dhe që ai është zotuar në këtë detyrë të re për të luftuar pra diktaturën, sipas gjithmonë Berishës, themi. E pare punës njerë që krye diktatori është vetë Berisha edhe TV Turp që del aty edhe lomotit akoma në për mediat. Turp TV se s'ka mosh për të diskredituar në këtë farë mënyre. E dyta, ata zotrin që i pas kanë marrë hakën Berishës dhe pas kanë qojtur që këtu ka diktatur, këtu diktatur ka vërtet, po e për Berishën, që ka bizneset dhe parate shqiptarëve i qeverisë i marrë në i hanë të dy bashkë. Këtu diktatura është për mua e për tyja, për qytetarin e thjeshtë, që kanë katandisur që s'ka bukë për ditën e nesërme. Kjo është diktatura, këtu është diktatura dhe ata lapaqënt e asaj të duhur, sa qarë quhet ajo, nuk e di, që s'ja varë njëri të në qenë fare në përbot, ajo që mbaj për vete ato që thot. Dhe të vinë këtu të përbalen me nesë, u atë regojnë kush është diktatura edhe kush është... Pra, ata, zotri, na kanë një borxh të madh nderi neve shqiptarëve për të vënë demokraci në vend.
dhe demokracinë e ka shkelur i pari Sali Berisha që vrau 4 veta në ditën për diell mes pazarit. Është vrasës. Sali Berisha është vrasës, nuk ka fytyrë të veja ndeja. Dhe unë po ju them, dhe e kemi besim absolut, që Berisha do vej pas hekurave si dhe këta të tjerët. Berisha tani është një Tellal Trifoni, që si avar njeri fare, i bjetën e qes kot, shkon në Brazile kudo ku të shkoj se lekët e shqiptarëve kështu ven, lekë në për aviona në për chartera. Por, nuk është opozit. Qarë opozit e ke e mërë do të ribër? Po pse e thoni fjallë në opozit? Pse e fyën i termin opozit? është fyëri e rënd që i bëhet termin të opozit. Po ka filluar protestat. Protesta përse? Si që ishte ajo para kryeministrisë. Jo, më thuaj objektin, atë planin e objektivin e protestës. Po, kundër Ballukut pra, kundër aferës. Jo, se bëjnë pra të, jo. Ata protestin e bëjnë që të mbajnë plakun dogë zborun në pushtet në kryet Partisë Demokratike. Pra të bëjnë proteste ata, se bëjnë për Ballukun, se me Ballukun ata bashkëpunoj vetë. A e kanë marrë lotin numër 4, njerëz e Berishës që u dhanë shtyp gjitha mediat. Qa proteste të bëjnë, se kanë me Ballukun. E kanë se duan se zbën atë plakun dogë zboru ta kenë në krye, si që kanë, një kufon politike. Pra kjo është pra situata. Marrëveshja e tyre është që në çdo rast, për çdo rast dhe në çdo rast të mbajnë afër, të mbajnë njëri tjetrin, mos e shtrëngojnë. Dhe po të shikosh veprimet politike që kanë bërë deri tani, deklaratat politike janë në mbështetje të njëri tjetrit. Dhe ai plaku dogë zboru dhe ky pallosh i gjatë. Pra janë në shitje të interesave tona kombëtare. Po nuk ishte ai Berisha që shiti detin në tele mos se po ç'bëhet kështu ore? Ç'bëhet kështu? Ai ishte Berisha kryeministri që u dha detin atyre. Po, me marrëveshjen e detit, po. Bravo. Tani, unë nëpërmjet ekranit tuaj i bithirje, ish presidentit të Republikës, general Alfred Mojsiut. Të dalë dhe të denoncoj këtë aferë të ndyrë që kërkon të bëj Edi Rama me grekët, të dalë dhe të kujtoj faktin që ish presidenti grek Papuljas kishti lënë që të takoheshin Janin dhe u kthye mbrapa dhe nuk e takoi, e ofendoi, të ketë këto parasysh zoti Mojsiu, sepse e njoh nga afër, ka punuar me të dikur në vitet 70, të ngrihet dhe të denoncoj këtë akt të turpshëm. I bithirje këtij presidentit Qirakut Edi Ramës, se ky Qiraku Edi Ramës pak. Mos ta njollos veten dhe me këtë turp të madh, që duan të bëjnë marrëveshje me grekët për detin. Fati i detit shqiptarëve vendosur në kohë. Por, për të vënë pikat mbi i bithirje, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të na dalë zot, sepse këta po shesin gjithçka. Koha po avancon, koha nuk pret. Këta po shpejtojnë me të gjitha mjetet dhe mënyrat vetëm se e dinë se ç'i pret. Dhe duhet pa diskutim që nëndori që vjen data 28 tjetë nëndori 3, dhe unë këtë shpres kam të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe me këtë fjalë i drejtojmë dhe ambasadës amerikane në Tiranë. Ju lutemi shumë, shpallni nëndorin 28 nëndorin e këtij viti, të qërohen këta nga pushteti, të marrë pushtetin qeveria teknike që është e ngritur dhe të shpallet qeveria teknike, qeveria e ligjshme shqiptare dhe të organizojë vendin për zgjedhje të rregullta dhe ashtu siç që kanë program 41 deputet, 41 senator dhe 80 deputet. Ka ardhur atje ku nuk mban më, ndryshe do shpërthejnë shqiptarët, i garantoj që do shpërthejnë. Sepse informacionet që na vijnë, sidomos nga shqiptarët e Greqisë dhe të Italisë dhe të Londrës, të Gjermanisë, të Anglisë, po dhe të Gjermanisë, informacionet që na vijnë që këto gjëra nuk do lejohen. Kjo tradhti nuk do ecë në tutje. Prandaj t'i vënë kishin kokës, këtë them unë, mos e çojnë vendin gjakderdhje. Qartë, mirë. Avokat, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet. Edhe unë të falenderoj ty për ftesën dhe miru takofshim në biseda tjera.
Ishim me avokat Zaçi Islamin, folëm për disa zhvillime të aktualitetit politik në Shqipëri, vetëm një shkëputje e shkurtër dhe rikthehemi në bisedën tjetër në hapësirën sportive të futbollit. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë këtu në aktualitet. Do të flasim si zakonisht, siç bëjmë çdo të hënë, për sportin, për futbollin. Me së pari dy të ftuarit e mi të zakonshëm, të përhershëm, avokat Andi Xhani dhe trajner UEFA. Kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësia ime, trajner i ekipit të femrave të Teutës dhe gjithashtu video analist Revion Mekshi, të përshëndes, faleminderit. Kemi të ftuar special të këtij episodi nga drejt për drejt nga presidenti nga Kosova, Dionis Dërdovski, agent futbolli dhe menaxher i licencuar nga FIFA. Dionis, të përshëndes dhe faleminderit që na je bashkuar sot. Kënaqësi. Përshëndetje gjithë, faleminderit nga kujtesa. Në fakt, kemi shumë gjëra për të diskutuar sot. Do ta nisim me shortin e play-offit me Shqipërinë dhe me Kosovën. Dua ta nis shkurtimisht me Dionisin. Dionis, si të duket shorti i play-offit për Kosovën edhe për Shqipërinë? Janë ndeshje të forta, ndeshje që mundemi t'i kalojmë në pamje të parë, si duket, shkurtimisht? Atë në pamje të parë duket normalisht që është vështirë, por është mundësia akte që të tregojmë se futbolli shqiptar është gjithandej po të fundit që kemi ngritje.